Trashëgimi rezistente ndaj fatkeqësive dhe konflikteve. Kjo është tema e përzgjedhur për këtë vit që vjen si një thirrje në Ditën Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Siteve. Në këtë ditë aktivistët nxisin të merret pjesë në një gamë të gjerë aktivitetesh fizike dhe online që festojnë trashëgimin kulturore, ndërgjegjësojnë dhe ngrenë zërin për konservim. Është një ditë që priret për të ndërgjegjësuar shoqërinë në lidhje me ruajtjen e vlerave të trashëgimisë tonë kulturore, arkeologjike dhe për t'i promovuar ato siç duhet në kuadër edhe të një turizmi të avancuar kulturor. Për 4 vjet të ardhshme deri në 2027 kanë zgjedhur si temë kryesisht konfliktet dhe fatkeqësitë natyrore, rreziqe permanente për kundrejt trashëgimisë kulturore. Shkodra prej vitesh është e prekur nga fenomene natyrore, të cilat kanë dëmtuar disa prej monumenteve. Fatkeqësitë natyrore i kemi pasur të vazhdueshme për vetë pozitën gjeografike të Shkodrës, duke qenë në afërsi me andrimin e 3 lumeve, liçenin e Shkodrës, por edhe vetë qenia e Shkodrës në një rrip me sismologji të lartë, ka bërë që her mas here të ndeshemi me fatkeqësi natyrore, të cilat kanë impaktuar edhe në trashëgiminë kulturore. Pikërisht 18 prilli synon që të ndërgjegjësoj dhe të rrisë kapacitetet e burimet njerëzore të institucioneve për të parandaluar sa më tepër dëmtimin e mëtejshëm të këtyre pasurive kundrejt fatkeqësive dhe forcave mallore të natyrës. Projekti që po hartohet dhe po zbatohet në Xhaminë e Plumit, që është tashmë në fazën e vet përfundimtare dhe besoj brenda këtij sezoni veror xhamia do të jetë funksionale e plot, jo vetëm për besimtarët, por edhe për vizitorët e shumtë, sepse është në fazën e fundit tashmë në sistemimin e sheshit, pasi restaurimi pothuajse ka përfunduar i objektit. Kështu që kjo është një shembull i mirë për të përmendur si një objekt që tashmë ka hyrë në rrugën e dur për të mbrojtur nga fatkeqësitë natyrore dhe forcat mallore të natyrës, të cilat her mas here kanë shfaqur problematikën në këtë territor. Parku arkeologjik i Shkodrës është i dyti në shkallë vendi si më i vizituari. Për sa i përket mirëmbajtjes së tyre, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër ka një program të përvitshëm për sa i përket mirëmbajtjes, konservimit, konsolidimit të këtyre rënojave, por edhe mirëmbajtjes së tyre parqeve arkeologjike. Jo më kot Parku Arkeologjik Shkodër prej 2 vjetësh rezulton të jetë parku i dytë më i vizituar në vendin tonë. Kjo jo vetëm për shkak të rritjes së numrit të vizitorëve dhe turistëve në qytetin tonë, por edhe promovimit të mirë, por edhe gjendjes optimale të sitit, ku edhe vetë agjencitë turistike ngelen të kënaqura dhe fusin përherë Shkodrën dhe kalan e Shkodrës në paketat e tyre të vizitueshmërisë në qytet. ICOMOS në prag të 60 vjetorit të tij fton reflektim mbi përpjekjet e kaluara dhe objektivat e së ardhmes për mbrojtjen e trashëgimisë, të kërcënuar me sfidave globale në rritje, fatkeqësive natyrore dhe konflikteve të armatosura. Tema e aktivitetit ngre pyetje kyçe në lidhje me mënyrat për të rritur gatishmërinë, zbutjen e rrezikut dhe reagimin ndaj emergjencave, në mënyrë që të mbrojmë trashëgiminë tonë të përbashkët kulturore.